Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar në gjykatë për shqyrtim paraprak dosjen për dy ish-prokuror të dyshuar për një aferë korrupsioni për zbutjen e një mase arresti. Kledian Llaho, si përfaqësues i akuzës nga SPAK për korrupsion, ndërsa ish-prokurori tjetër Çerim Shahini që ushtron profesionin e avokatit për ushtrim të ndikimit të paligjshëm. Ata akuzohen se njëri në cilësinë e prokurorit e tjetri si përfaqësues ligjor u përfshin në lehtësimin e masës së sigurisë për një shtetas të identifikuar si Pando Papuçit, i cili ishte shpallur në kërkim për ndërtim pa leje. Ky i fundit, pasi kishte arritur t'i shmangej drejtësisë për gati 2 vite, kur u vu në pranga, doli para gjykatës për vlerësimin e masës së sigurisë, që u lehtësua brenda një ore me kërkesë të prokurorit. Çështjen sipas hetimit e gjykoi gjyqtarja Edona Vajushi. SPAK arritur të vërtetojë se ish-prokurorët i kanë kërkuar para Pando Papuçit në këmbim të ndërhyrjes në procedura gjyqësore me qëllim zbutjen e masës së sigurimit ndaj tij. Llaho, sipas dosjes hetimore, dyshohet se ka marrë 30.000 euro nga miku i tij, biznesmeni Vasil Bakalli, i cili siç është provuar i ka marrë parat në Greqi. Ndërsa Çerim Shahini provohet se ka marrë 25.000 euro në këmbim që t'i kërkonte gjykatës masën detyrim paraqitje. Sipas dosjes hetimore, në total dyshohet se janë paguar 55.000 euro për ndryshimin e masës së sigurisë. Këto veprime të dokumentuara nga organi i akuzës provojnë ekzistencën e një skeme korrupsioni të organizuar, ku funksionarë të drejtësisë kërkonin përfitime monetare për favorizim në trajtimin e çështjeve penale. Në anën tjetër, prokuroria nuk ka arritur të provojë akuza për gjyqtaren Edona Vajushi, që ndryshoi vendimin e masës së sigurisë brenda 60 minutave. Nën akuzë është dhe biznesmeni Vasil Bakalli për korrupsion, i cili dyshohet se ka luajtur rolin e sekserit me prokurorin Llaho.